Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ushtruesja e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu kërkon nga raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Kosovën Rio Teras mbështetje për aplikim për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas njoftimit të presidencës, Axhiu tha se përparimi i Kosovës duhet të vlerësohet mbi bazën e meritave dhe se vendit duhet t'i japet rruga për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisjen e negociatave për antarësim. Në të thuhet se ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës nuk kërkon përjashtim nga kriteret, por një proces të drejtë që reflekton progresin e arritur në reformat europiane. Po ashtu, Axhiu dhe Terasi diskutuan për dialogun me Serbinë, çështjet e sigurisë dhe mungesën e përgjegjësisë për sulmin terrorist në Banjsk. Ministri në detyrë infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha përshëndeti në shkrimin e kontratës për realizimin e autostradës Shkup-Blac nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas Bashës, ky është lajmi i mirë, sepse si projekt ka rëndësi të veçantë për lidhjen e infrastrukturës ndërmjet Republikës Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Realizimi i këtij investimi do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe të mallrave, do të forcojë bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy vendeve, si do të krijojë mundësi të reja për zhvillim, investime dhe integrim rajonal, deklaroi Dimal Basha. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni Xhafaj në Kuvendin e Shqipërisë kritikon punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë si një nga sistemet më të dobta të drejtësisë. Pas raportimit të kryetares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Fatmir Xhafaj vlerësoi se shumë çështje që lidhen me sistemin e prokurorisë gjenerojnë nga vendimarrje të diskutueshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Çështjet që lidhen me vlerësimin, me promovimin, gjitha këto do vazhdojnë në kalendat grek. Se ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve. Ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve për shkak se nuk shfryzoni efektivisht kohën tuaj të punës. Xhafaj u shpreh kritik për mënyrën e plotësimit të vakancave. Krahas saj, ai kritikoi dhe trajnimin e kapaciteteve mbështetëse në Këshill që sipas tij nuk duhet të jetë hapësirë qokash. Digitalizimi sipas Xhafajt mbetet një nga pikat që ndikon negativisht vlerësimin. Vijon protesta para kryeministerisë në ditën e saj të 37. Protestuesit vijojnë marshimin në rrugët e Tiranës me thirrje të arrestoni Ramën, parlamenti i krimit Adheu nuk shitet, Edi Rama jep dorëheqjen, Rama në burg dhe Berisha në burg. Protesta nuk u shoqërua me incidente. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, konfirmoi angazhimin për mbështetjen e fermerëve dhe zhvillimin e ekonomisë rurale në vend. Në ditën botërore të zhvillimit rural, Salla theksoi se për vitin 2026 përfshihen 5.2 miliard lekë për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi si dhe 1.5 miliard lekë garanci sovrane për kreditimin e fermerëve dhe agrobiznesit. Po ashtu parashikohen 4 miliard lekë investime në ujitje dhe kullim, me synim garantimin e një prodhimi më të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e tokës bujqësore. Një tjetër masë e njoftuar është dekompensimi prej 10% për shitjen e produkteve bujqësore, i cili nis nga një koriku si mbështetje drejt për fermerët dhe formalizimin e sektorit bujqësor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.